1 në 3 fëmijë rom jetojnë në pragun e varfërisë. Sipas analizave të UNICEF, fëmijët në vend kanë rrezik më të lartë të varfërisë se sa të rriturit. Rreth 20.000 fëmijë në vend nuk kanë qasje në sigurim shëndetësor, ndërsa çdo familje e dytë me një prind të vetëm është e varfër. Analizat e UNICEF tregojnë se më pak se 2% e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndjekin mësimin në shkollën fillore dhe atë të mesme. 14.000 fëmijë nuk e ndjekin arsimin fillor, ndërsa mbi 22.000 nuk e ndjekin arsimin e mesëm të detyrueshëm. 73% e fëmijëve përjetojnë dhunë familjare. Përfaqësuesja e UNICEF në vend tha se sistemet aktuale në vend nuk punojnë mjaftueshëm për mbështetjen e fëmijëve të varfër. 1 në 3 fëmijë jeton në nivelin e varfërisë. Këto nuk janë vetëm statistika, këto janë thirrje për veprim. Varfëria e fëmijës është më shumë se sa mungesat e ardhurave, është kufizim në kujdesin shëndetësor, në edukimin e tyre, zhvillimin e tyre dhe shanset e tyre për një të ardhme më të mirë. Këta fëmijë ngelen pas në arsim, kanë vështirësi të gjejnë punë më vonë në jetë dhe janë të prirur të rrisin familje të cilat gjithashtu do të jetojnë në varfëri, duke vazhduar ciklin dhe duke rrezikuar kapitalin njerëzor të vendit. Sistemet aktuale në vend nuk janë të pajisura të mbështesin fëmijët që jetojnë në varfëri, deklaroi Leslie Miller, përfaqësuese e UNICEF. Fatmir Limani, ministër i politikës sociale, demografisë dhe të rinjve, tha se ai do të udhëheqë koordinimin me institucionet e tjera qeveritare për hartimin e një plani për zbatimin e garancisë për fëmijët. Paketa e propozuar e shërbimeve të garancisë për fëmijët synon të sigurojë që çdo fëmijë, veçanërisht më i rrezikuari, të ketë akses të garantuar në kujdesin shëndetësor, arsimin, mbrojtjen sociale dhe kujdesin nëpërmjet mbështetjes së koordinuar dhe shumë sektoriale. Dialogu për paketën e re të shërbimeve vjen në një moment kritik. Sipas të dhënave më të fundit në dispozicion, fëmijët në Maqedoninë e Veriut janë në rrezik dukshëm më të lartë të varfërisë se sa të rriturit, me 32% që jetojnë nën kufirin kombëtar të varfërisë, ndërsa 40% përballet me varfëri multidimensionale. Sipas të dhënave më të fundit në dispozicion, tha Limani. Plani kombëtar i veprimit për garancinë e fëmijëve parashikon forcimin e ofrimit të shërbimeve dhe mobilizimin e fondeve përmes buxheteve kombëtare dhe bashkiake për zbatimin e tij. Deri në 3 milion euro janë planifikuar tashmë për futjen e shërbimeve të fokusuara tek fëmijët. Modelet e modifikuara të shërbimit do politohen në komuna të përzgjedhura për të siguruar të dhëna për zbatimin e tyre më të gjerë kombëtar.